Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Të nderuar kolega zëtar, komisarët dhe të konferencë përmendja të Presidentës së Republikës së Kosovës, ju njoftoj që çfarë ka agjendës shtetërore për nderim të Kongresit të Shqipërisë, do të ketë pyetje, kështu që të kemi një interes Presidentit. Presidente, fjala për ju. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuara media. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues, i cili është i përcaktuar qartë. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kushtetuta nuk është tekst ceremonial. Ajo është kontrata jone për bashkët si shtet. Është kufiri që politika nuk mund ta kaloj dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri. Ky afat ka skaduar mbrëm në mesnatë. Pra nuk kemi të bëjmë me një debat politik. Kemi të bëjmë me një fakt të qartë kushtetues. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të përmbush një nga obligimet e tij themelore kushtetuese. Kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj. Ajo është shkruar për ta garantuar funksionimin e shtetit. Funksionimin, jo zvarritjet dhe mos funksionimin, por funksionimin e shtetit. Dhe kushtetuta është po aq e qartë për pasojat që rrjedhin kur kuvendi dështon të kryej detyrat e veta. Ajo e parashikon qartë se një kuvend që nuk arrin të zgjedh presidentin nuk mund të vazhdoj pafundësisht të zvarris procesin siç po tentohet, por përballet me një mekanizëm të qartë kushtetues që çon në shpërndarjen e tij. Për më tepër neni 82 dhe 86 i Kushtetutës duhet të lexohen së bashku. Edhe vetë gjykata kushtetuese ka theksuar se normat kushtetuese interpretohen në ndërlidhje me njëra tjetrën e jo të izoluara. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë se procedura për zgjedhjen e presidentit, edhe pse mund të fillojë deri 60 ditë para afatit të fundit, nuk mund të shtyhet më tej, por patjetër duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Pra afati përfundimtar është i qartë, ka qenë mbrëm në mesnatë dhe presidenti nuk mund të zgjedhet pas këtij momenti. Deputetët e kuvendit kanë pasur në dispozicion 23 ditë për të kryer këtë detyrë kushtetuese nga momenti i konstituimit të tij. Ata vendosën që mos ta bëjnë këtë. Dhe ky është realiteti institucional me të cilin përballemi sot. Fakti që kuvendi ka zgjedhur të mos i shfrytëzojë ditët që i kishte në dispozicion nuk e ndryshon kushtetutën tonë. Nuk e shtyn afatin. E mbi të gjitha nuk e zhbën detyrimin tim të qartë kushtetues që ta shpërndaj këtë kuvend i cili dështoj. Kushtetuta nuk funksionon me logjikën e komoditetit politik. Ajo funksionon me logjikën e përgjegjësisë institucionale. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston
deri në këto momente. Prandaj sot nuk kemi një situatë të hapur interpretimi. Kemi një situatë ku afati kushtetues tashmë ka përfunduar. Në këto rrethana gjuha e kushtetutës është e detyrueshme. Neni 82 nuk thot se presidenti mund të zgjedhet deri 30 ditë para afatit. Thot duhet të zgjedhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra kjo nuk është një kompetencë diskrecionale, është një detyrim kushtetues. Dhe për këtë arsye, në përputhje me nenin 82 dhe nenin 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kam vendosur ta shpërndaj Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të shpall zgjedhjet e reja pas konsultimeve të cilat do t'i mbajmë me partitë politike. Natyrisht që qytetarët nuk kanë dashur zgjedhje, këtë situatë e ka krijuar dështimi i kuvendit për ta kryer detyrën e tyre kushtetuese. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, dhe një shtet që fillon ta relativizoj edhe vetë kushtetutën e tij. Në kohë pasigurisht të mëdha në rajon dhe në botë, Kosova nuk mund të përballoj luksin e zvarritjeve të pafunda dhe të legitimitetit të kontestuar. Sepse një shtet nuk dobësohet vetëm nga krizat e jashtme, shpesh dobësohet nga momentet kur institucionet e tij abuzohen për kalkulime të ulta e në kundërshtim me kushtetutën. Shteti mbahet në këmbë nga një parim i vetëm, ligji e kushtetuta mbi të gjithë. Edhe mbi politikën, edhe mbi krerët e institucioneve. Prandaj sot nuk po marr një vendim politik, por po përmbush një detyrim të qartë kushtetues dhe po u rikthej fjalën atyre që në demokraci e kanë gjithmonë fjalën e fundit, qytetarëve të Republikës së Kosovës. Të dashur qytetar, dua të ndalem gjithashtu tek një debat që ka dominuar dje gjatë ditës. Dje, siç e dini, kam dorëzuar në kuvend amandamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga qytetarët. E kuptoj shumë mirë që kjo ka ngritur pyetje. Në një klim politike të tensionuar, çdo veprim shihet me dyshim dhe çdo vendim interpretohet përtej asaj që në fakt mund të jetë e vërtetë. Kjo është natyra e politikës, por dua të jem shumë e qartë me qytetarët e Republikës së Kosovës. Këto amandamente nuk do të kishin asnjë efekt për zgjedhjen e presidentit që do duhej të zgjedhej deri mbrëm, pra për pasardhësin e menjëhershëm të mandatit tim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vet amandamentet, për të gjithë ata që i kanë lexuar, parashohin që procedura për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli duhet filloj 6 muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra 6 muaj më herët, që do të thotë që edhe sikur këto amandamente të miratoheshin mbrëm, ato nuk do të ndryshonin asgjë sa i përket zgjedhjes së pasardhësit tim. Pra deri mbrëm në mesnatë ka qenë afati për zgjedhjen e pasardhësit tim, do të zgjedhej nga kuvendi dhe tek pas 5 vitesh do të krijohej mundësia për zgjedhje të drejt për drejt nga populli. Në qoftë se jam e qartë, pra kjo s'ka të bëj fare me mandatin tim. Sepse mundësia për zgjedhje të drejt për drejta nga populli do të krijojë tek pas 5 vitesh, sipas këtyre amendamenteve. Dhe jo tani, pra s'ka pas fare të bëj me mundësinë që unë të kandidoj në zgjedhje të reja tani. Dhe kjo është e qartë për këdo që i ka lexuar ato amendamente pas syzet e polemikës politike. Për më tepër është e rëndësishme të thuhet një e vërtetë që shpesh humbet në zhurmën e debatit politik. Këto amendamente nuk janë hartuar nga unë. Ato janë hartuar nga Komisioni Kushtetues i vitit 2011 dhe kanë kaluar tashmë vlerësimin e gjykatës kushtetuese. Pikërisht për këtë arsye, nuk kam pasur mundësi që t'i ndryshoj ato, sepse çdo ndryshim do të nënkuptonte që amendamentet të riktheheshin përsëri në gjykatën kushtetuese, duke zgjatur edhe më shumë një proces që tashmë ka pritur për vite të tëra. Të nderuar qytetar, po kthehem sërish te çështja e shpërndarjes së kuvendit. Arsyeja pse jemi sot këtu nuk është fare dekreti im, sepse dekreti është thjesht një formalitet që vjen pas një fakti tashmë të mirëqen.
Fakti është ky. Në mesnat është mbyllur përfundimisht çdo mundësi kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Kjo nuk është çështje interpretimi, është çështje afatesh kushtetuese dhe këto afate tashmë kanë kaluar. Kjo do të thotë se edhe nëse procesi do të vazhdonte tutje, edhe nëse do të pritej, rezultati kushtetues nuk do të ndryshonte. Ne tashmë kemi hyrë në një territor shumë të qartë juridik. Prandaj pyetja që duhet bërë nuk është nëse do të ketë zgjedhje. Pyetja e vetme është sa do të kenë sukses disa që t'i zvarrisin ato. Pra pyetja e vetme është kur është data e zgjedhjeve. Qytetarët nuk kanë nevojë për vonesa të reja, kanë nevojë që të dëgjohet qartë zëri i tyre. Ata kanë nevojë po ashtu për qartësi, kanë nevojë për institucione që funksionojnë e jo që janë në funksion të zvarritjes, kanë nevojë për një politikë që nuk friksohet nga përgjegjësia. Jam plotësisht e vetëdijshme dhe e gatshme që ky dekret mund të kontestohet në gjykatën kushtetuese dhe dua ta them hapur. Kur nuk kam qenë më krenare se sa me këtë vendim. Jam shumë më e qetë të përballem me një kontestim për veprim në mbrojtje të kushtetutës, se sa për mos veprim kur rrezikohen themelet e saj. Sepse në fund të fundit, në një republikë kushtetuese, përgjegjësia më e madhe nuk është të jesh i pëlqyer nga politika e ditës. Përgjegjësia më e madhe është të qëndrosh në anën e kushtetutës dhe në anën e interesit të Republikës. Edhe kur kjo është e vështirë, edhe kur kjo nuk mund të pëlqehet. Por shtetet serioze ndërtohen pikrisht mbi këtë parim. Ligji mbi të gjithë dhe në këtë rast kushtetuta dhe Republika mbi të gjithë. Dhe sa i përket shpalljes së zgjedhjeve, gjykata jonë kushtetuese tashmë ka praktik të qartë rreth kësaj. Bazuar në dispozitat e kushtetutës, nuk mund të aplikohet afati 60 ditor i përcaktuar në nenin 82, pas afatit të përcaktuar në nenin 86.2 e kushtetutës. Zgjedhja e presidentit pas afatit 30 ditor është në kundërshtim të qartë me kushtetutën. Sepse nëse ky do të ishte qëllimi i normës, pra të zhvleftësohej në tërësi afati detyrues, kushtetues i përcaktuar në nenin 86.2 dhe do të mundsojë ushtrimi i funksionit të presidentit Republikës nga një ushtrues detyre edhe në rrethana të cilat fare nuk i parasheh kushtetuta. Por siç e thash, ka praktikë të qartë të gjykatës kushtetuese, të cilat e kanë qartësuar edhe më tej obligimin tim për ta shpërndarë kuvendin në këtë rast. Aktgjykimi 72/20 trajton në detaje kompetencën e presidentit edhe në rrethana në të cilat i njëjti ka për detyrë ose diskrecion shpërndarjen e kuvendit. Rrethanat e rastit specifik ndërlidhen me interpretimin e nenit 82.2 të kushtetutës, pra shpërndarjen e kuvendit pas votimit suksesshëm të mosbesimit të qeverisë, por megjithatë, aktgjykimi trajton edhe rrethanat e tjera. Dhe në paragrafet 384 deri 386 thekson se kushtetuta parasheh që nëse kuvendi nuk arrin të kryej detyrime të rëndësishme kushtetuese për të zgjedhur presidentin e Republikës, atëherë kuvendi duhet të shpërndahet me qëllim të krijimit të një kuvendi të ri që do të mund të kryej këto detyra të rëndësishme kushtetuese pas zgjedhjeve të reja të parakoshme. Pra jo vetëm kushtetuta, por edhe gjykata kushtetuese në praktikën e mëhershme ka qenë jashtëzakonisht e qartë rreth kësaj. Ka edhe aktgjykime të tjera të cilat e mbështesin këtë. Për dallim, natyrisht se rrethanat e afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit janë edhe më të qarta se sa ato për zgjedhjen e qeverisë. Dhe siç e përmenda më herët, këto tashmë kanë kristalizuar detyrimin tim kushtetues për të shpërndarë kuvendin. Në fund, rasti i dërguar në gjykatën kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje nuk paraqet pengesë për nxjerrjen e dekretit për shpërndarjen e kuvendit, për aq sa gjykata nuk ka vendosur për masë pezulluese dhe siç e thash deri në këto momente nuk ka një masë të tillë nga ana e gjykatës. Po ashtu ekziston një praktikë e cila nuk e pengon shpërndarjen e kuvendit edhe në rast të shqyrtimit
të kërkesave të palës që ndërlidhen pikrisht me konstituimin e kuvendit. Pra ne kemi pasur qysh vitin e kaluar raste kur palë nga kuvendi kontestonin faktin se është konstituar kuvendi, por ne kemi vazhduar me shpërndarje të kuvendit, me shpallje të zgjedhjeve, me organizim të zgjedhjeve të reja dhe të gjitha kanë përfunduar. Pra, kjo është aspekti kushtetues, siç e thash edhe më herët, arsyeja pse sot jam detyruar që ta shpërndaj kuvendin, po e përsëris detyruar që ta shpërndaj kuvendin, është sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Në fund i bëj thirrje gjykatës kushtetuese që ta trajtoj çdo çështje që ka të bëj me që mund të paraqitet edhe në të ardhmen rreth kësaj teme me urgjencë, duke e ditur se sa të rëndësishme janë qartësitë kushtetuese, duke mos lejuar asesi që qëllimet për zvarritje të dominojnë mbi interesin e Republikës së Kosovës dhe në asnjë moment mos lejojnë asnjë presion i cili do të mund ta ndryshonte interpretimin vetëm në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si presidente e Republikës së Kosovës në asnjë moment, sikurse edhe në të kaluarën, as nuk kam ndërhyrë, as nuk do të ndërhyj dhe do të mbroj çdo institucion të pavarur nga ndërhyrje që mund të tentohen për të ndryshuar një vendim që interpreton Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, siç e thash, edhe në qoftë se dikush e dërgon këtë dekret në gjykatën kushtetuese, unë do të përballem qartë në mbrojtje të këtij akti, në mbrojtje të këtij dekreti, i cili është detyrim. Mos nxjerrja e këtij dekreti mua do të më vendoste në shkelje të qartë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe këtë nuk e kam ndërmend ta bëj. Ju falenderit, ju lut për mirëkuptim, meqense po natyrisht, me njëherë sot do të ftohen liderët e partive për datën e zgjedhjeve, sepse siç e dini është obligim që të konsultohen paraprakisht dhe është pasojë e nevojshme me njëherë pas shpërndarjes kuvendit që të shpallen edhe zgjedhjet e reja, por paraprakisht duhet një konsultim formal me partitë politike dhe me njëherë pas kësaj do të caktohet data. Unë do të kem mundësi t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve edhe pas dite. Pra ju lut për mirëkuptim që për çdo çështje tjetër, përfshi edhe për këto që sapo i thash, të ulemi edhe një herë dhe të diskutojmë më gjatë, ku do të kem mundësi edhe t'ju përgjigjem interesimit tuaj, por meqense jemi duke u nisur për prekaz, shpresoj për mirëkuptim për momentin. Ju falemnderit shumë. Kudo që na ndjesni të nderuar shikues, përshëndetje. Ashtu siç parashikohej nga zërat racional politik se ç'po ndodh me Kosovën e sotme të nesërme, zhvillimet e sotme e konfirmuan gjithë advokacion racional se klasa politike nuk ka vullnet për të konsoliduar kuadrin e tërësishëm institucional. Konkretisht, nuk ka vullnet për të zgjedhur një president që buron nga një marrëveshje politike. Sot Zonja Osmani, me një dekret të saj, shpërndau kuvendin. Rrjedhimisht, vendi shkon në zgjedhje pas një rundi takimesh që pritet ajo ta ketë me liderët për datën e zgjedhjeve tashme. Ky është lajmi i mëngjesit të ditës së sotme. Analizë me kolegun Afrem Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën edhe një herë. Faleminderit edhe për juve, kënaqësi. U konfirmua sipas jush gjithë ajo çfarë keni thënë ju në këtë studi, mbase dhe tjerët natyrisht në tjera studio televizive, ata zëra racional që nuk po militonin me vokabularin e tyre për të majtur anën e njërit apo liderit tjetër në këtë proces. Mas pari dështoj dëshira juaj që unë të nominohem dhe të kandidohem për president, sepse nga sot kuvendi nuk është... Ishte pak i gjysmë ironia në këtë telenovelën që atë. Me qëllim e fillova. Do të po, absolutisht, do të ne kemi diskutuar bashkarisht të kohë gjatë, kemi parë sjelljet e aktorëve kryesor politik që e gjithë përpjekja e tyre nuk ka qenë se si gjenden rrugë, do thotë, që vendi të jepet stabilitet, të konsolidohen, të krijohen institucionet, por se si me intriga, me komplote, me konspiracione ndaj njëri tjetrit, si ta shpëtojnë fytyrën e tyre para opinionit publik që tjetri të mbetet fajtor. Këtë betejë politike ka kohë që jemi brenda këtij rrethi vicioz.
të fajsimit, të vetë shfaqsimit politik dhe publik, I cili po I prodhon këto rezultate çfarë I kemi sot, do të thotë qytetarët e Kosovës me 28 dhjetor shkuan në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe do të detyrohen tashmë në muajin prill, data ende nuk dihet, por këto janë vetëm konsultime formale të presidentës me partitë politike, por që tashmë është e pashmangshme që në muajin prill do thotë do detyrohen përsëri të shkojnë në zgjedhje, por një çështje që absolutisht ka mundur të zgjidhet pa kurfar telashe politike, vetëm sikur të kish pasur vullnet të sinqert. Mirë, po të njëjtit kanë hyrë në këto aventura të rrezikshme për shtetin, për shkak të përfitimeve të tyre, kalkulimeve për përfitimet të tyre politike dhe janë duke I prodhuar këto rezultate, në them kështu skandaloze. Hasi figurativisht sharra në grosht politikisht. Po në fakt tensioni kryesor, tash ne duhet të jemi të qartë. Ta reduktojmë. Në këto rrethana tensioni kryesor ka qenë ndërmjet presidentës Osmani dhe lëvizjes vetëvendosje. Këto konsultimet formale të lëvizjes vetëvendosje me partitë tjera parlamentare, me PDK-n dhe me LDK-n upon që kanë qenë vetëm një skenime dhe një lojë për të kriju përshtypje në opinionin publik. Për të kriju përshtypje që ne po bëjmë përpjekje kanë vullnet për t'i evitu zgjedhjet. Për t'i evitu zgjedhjet, sepse realisht po kështu e thanë pak a shumë edhe vetë LDK. Edhe LDK-ja motivet tona pse thanë që shohin të Kurti një vullnet për t'i evitu. Po ndëshon, shqyqot as çfarë keq leximi kanë bë Kurtit, sepse është I njëjti, do thotë janë I njëjti subjekt politik, tha pas ju dekonspiruan bisedat ndërmjet presidentës dhe kryeministrit Kurti, përfaqësuesve të pushtetit, sa ka qenë kryeministri Kurti, nuk e di mirë, po të bëjmë plan si të bëjmë pak se si ta fajsojmë opozitën, ndërkohë 2 ditë më herët të njëjtit u shprehen se janë të lumtur me katarsisin moral dhe politik që e ka përjetuar. Kam thënë disa herë këtu në studio dhe verifikuar që fatkeqësisht subjektet opozitare kanë lexuar rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, por e kanë lexuar gabim dhe e pranuan 2 ditë më pas entuziazmit të tyre që janë të lumtur. Brenda në kuvend, Abdigjiku deklaron. Seanca e parë ishte po ashtu orvatje me skenar të qartë, gati të taljes me ranin kushtetues. Sepse ndryshimet kushtetuese janë projekti me kapital. Nuk ndodhen aty për aty. Dhe duke që nga çastin në çastet e fundit lëvizja vetëvendosje po bënte përpjekje të krijojë alibi pse ajo nuk është fajtore që vendi po shkon në zgjedhje. Absolutisht. 2 ishin seancat, në këtë drejtim do thotë e para transformimi brenda natës I qëndrimit që ka mbajtur lëvizja vetëvendosje në raport me temën e zgjedhjes së presidentit të drejtë për drejtë nga populli, unë them me kompetencë që lëvizja vetëvendosje ka participuar në atë komision, mirë po politikisht ka qenë shumë kundër që të kalohet të ndrohet mënyra e votimit të presidentit nga kuvendi drejt për drejt nga qytetarët me pretendimin dhe argumentin me kompetencë po e tham sepse e di me ka qenë qëndrimi përbashkët I subjektit politik, jo një individi, pas diskutimeve të brendshme që janë zhvilluar se çfarë pozicioni duhet të mbajmë, me pretendimin sepse kjo nuk e avancon demokracinë, kjo formë e votimit të drejt për drejt, nga se nëse ka diçka që qytetarët duhet të pyeten në mënyrë të vazhdueshme janë referendumet të cilat vendosin për çështje dhe jo për persona. Ky ka qenë argumenti politik I lëvizjes vetëvendosje pse ka kundërshtuar ato ndryshime kushtetuese. Ndërkohë befas prom një solidaritet I jashtëzakonshëm pa dhënë shpjegime para opinionit publik, mbase nuk mbajti kohezioni politik. Pa dhënë shpjegime para opinionit publik se pse duhet tash të kalohet në këtë formë të zgjedhjes së presidentit. Kur I njëjti subjekt politik gjatë gjithë kohës sa ka funksionuar Komisioni ad hoc parlamentar për ndryshime kushtetuese, politikisht, po flas për argumente politike, ka mbajtur qëndrim refuzues dhe kundërshtues në raport me këtë temë, ndërkohë befasova, kryeparlamentarja tha se I mirëpres të ndryshime dhe se janë një mundësi e mirë për të shmange për të evitu krizat e ardhshme politike në zgjedhjen e presidentit. Gjë që do të tregon për saltën mortale që e ka bërë dhe që dëshmon se edhe kundërshtimi I atëhershëm, do të edhe qëndrimi I atëhershëm për të kundërshtuar këto ndryshime, edhe pranimi I djeshëm, nuk pas kanë qenë çështje të mbrojtjes së bindjeve dhe parimeve politike e demokratike, por të kurzuara vetëm nga kalkulimet momentale politike. Nëse në atë kohë iniciues të marrëveshjes së këtyre ndryshimeve kanë qenë Mustafa, Thaçi dhe Pacolli, është dashur të kundërshtohet me çdo kusht,
pse të tillët kanë qenë, ndërsa sot nëse lëvizja vendosje përfiton nga kjo formë e ndryshimit të votimit, atëherë duhet të pranohen. Kjo është dhe seanca e dytë, po qartë, kushdo që lexon ishte për shkak të disa paqartësive që ekzistojnë në ninin 86 të kushtetutës. Normal tash kjo nuk po ja vetës luksin të bëj interpretime të sofistikuara juridike. Fillimisht zonja Haxhiu deklaroi se ndëgjosh që ku janë paradokset. Nëse përcjellim gjenealogjinë e veprimeve të tyre. E para u takon subjekteve opozitare ta kenë një kandidat tjetër, lëvizja vendosje ka kandidatin zyrtar dhe nuk mund të ketë kandidat tjetër. E para. Dhe nëse subjektet opozitare nuk nominojnë kandidat për president, ajo nuk do ta thras seancën për fillimin e procedurës së zgjedhjes së presidentit. Në ora 10 natës, do të thjej e njëjti subjekt politik deri para ditë mbrojtje qëndrimin që nuk është bardhë dhe përgjegjësia e saj ta gjejë një kandidat tjetër, në ora 10 natës i mbledhën nënshkrimet dhe e plotësuan këtë kriterin formal që duhet të jenë 2 kandidat në votim. Mirë po tash që seanca do thotë të zhvillohet nevojiten 2/3 e deputetëve prezent në sallë, e cila është përgjegjësi e subjekteve opozitare dhe jo e partisë. Edhe 2/3 e pakicës. Edhe 2/3 e pakicës, edhe 2/3 e shumicës që të jenë prezent në sallë, që atëherë nuk është më kompetencë dhe përgjegjësi politike e lëvizjes vendosje. Në këtë mënyrë, duke u referuar një neni tjetër, nuk e di saktësisht, një paragrafi tjetër të nenit 86 i cili thotë që 60 ditë pas fillimit të votimit të presidentit ka kohë të zgjidhet presidenti, dhe nëse nuk zgjidhet brenda 60 ditë vendi shkon me automatizëm në zgjedhje. Duke që lëvizja vendosje dje ka tentuar të përfitojë nga ky paragraf. Nga ky paragraf mirë po unë besoj. Dhe sot mëngjesi lindi be. Sot lindi dhe presidenti referohet një paragrafi tjetër i cili thotë që presidenti duhet të zgjedhet. Nuk thot mund, si që deklaroj, duhet të zgjedhet 30 ditë para skadimit të mandatit të presidentes aktuale. Dhe mbi këtë bazë ajo është nisur që i ka shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pritet normal ashtu do të kemi. A mund të sfidohet ky vendim i zonës Osmanin e kushtetuese? Ajo është e bindur ka solli që vetëm një vendim që gjykata mund të thotë se pezullohet dekreti presidentes mund ta ndryshojë gjatë. Ndryshe afatet kushtetuese sipas saj rrjedhin. Dëgjoj, jam i bindur që lëvizja vendosje do ta dërgojë edhe këtë lënë në gjykatën kushtetuese. Tash çfarë do të jetë verdikti i këtij institucioni nuk mund ta them, ose nuk mund ta paragjykoj, nuk mund mirë, po unë mbroj pikpamjen që realisht duke u bazuar edhe në disa interpretime me të vërtetë serioze të ekspertëve juridik, mbroj pikpamjen që është legal dhe legjitim shpallja e zgjedhjes së presidentit, sepse nuk është që nuk ka pasur kohë të mjaftueshme që të fillohen këto procedura. Nuk është në ora 11 natës vetëm sa për ta plotësuar një kriter formal të minutave të fundit që po e fillojmë procedurën, duke rënë prapë tham në kundërshtim sepse janë kapluar nga frika lëvizjeve vendosje, siç duket momentet e fundit që nëse nuk fillojnë asnjë përpjekje, atëherë do të ishte kuptim plot nenit cili referohet, po nenit cili. Janë kalkulimet e momenteve të fundit. Hoti kalkulimet e momenteve të fundit se si të veprohet në këto rrethana për ta mbuluar, do thotë, një projekt të mirë menduar, të orkestruar për dështim dhe për vazhdim të bllokadës politike. Do thotë kjo është pak a shumë storia e madhe e shoqëruar me këto ndërskanca. Storia e madhe e këtij dështimi të madh. Këtij dështimi të paramenduar të mirë kalkuluar. Ndoshta afatet, ashtu mund të kenë dallime, kalkulime subjektet politike se cili është momenti i tyre i dur që të shkohet në zgjedhje, por që realisht të gjitha përpjekjet janë bërë në funksion. Edhe interpretimi që ka, unë kam edhe para disa dite kur kemi bashkë biseduar, edhe interpretimi që ka lëvizja vendosje se deputetët duke ju referuar atë gjykimit të vitit 2011 se deputetët janë të obliguar të qëndrojnë në sallën e votimit për të zbatuar detyrimet e tyre kushtetuese, është problematik që të definohet në këtë mënyrë dogmatike dhe si një lloj shpate represive ndaj vullnetit të deputetëve, sepse vetë lëvizja vendosje nuk ka qëndruar në sallën e vitin 2011 kur pas këtij aktgjykimi ishte zgjedhur presidenti ishte zgjedhur Atifete Jajoga dhe kuptimësimi i këtij aktgjykimi, a di si është bërë me marrëveshje politike. Janë ulur në atë kohë ish kryeministri Hashim Thaçi,
ish lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, ish kryetari i Aleancës Kosova e Re Begjet Pasolli, janë ulur, kanë bërë marrëveshje politike që ta kuptimsojnë këtë aktgjykim të gjykatës kushtetuese. Pra, përkundër që gjykata e ka dhënë këtë verdikt, në fund është marrëveshja politike ndërmjet liderëve të asaj kohe. Kush po del sheshit i zbuluar Këmbekry me këtë projektim që vendin përsërita çojë në zgjedhje. Dëgjoj, Për dallim nga viti kaluar që kurti arriti. Po jo, edhe vitin e kaluar ishte e qartë, po arriti ti pin qytetarë se këta ishin bllokuar. Sa herë duket që mund të arri sipas jush këtë projektim? Të tash nuk mund ta them me siguri se cili do të jenë efektet sociale dhe politike të kësaj loje. Si ishini pa? Si ishini unë besoj ku operon Kasolli se nga aty ku operon pa ka shumë. Unë besoj disponimi i opinionit publik është tjetër në raport me vitin e kaluar. Këtë mund ta them me një lloj jo saksie profesionale se nuk kam dhënë atë ulëmtimit publik, mirë po nga komunikimet e nga ato që e shoh, është një lloj zhgënimi më i madh edhe i mbështetësve më racional, jo fanatik, sepse ata që janë fanatik është temë tjetër. Fanatikët duket që xhmuan në Facebook, për disa arsye. Nuk arrinin të besonin se ç'po ndodh. Për disa arsye, dhe para që në këtë rast, lëvizja vendosje nuk ka qenë në gjendje të ndërtoj justifikim të qartë publik pse Zonja Osmani nuk duhet të jetë presidente e vendit. Nga se dikush nuk bën të jetë presidente e vendit kur ipen argumente politike se si e njëjta i ka cënuar interesa shtetërore. Dhe nëse ajo i ka cënuar interesat personale të Albin Kurtit sa i përket performancës ndërkombëtare, a është kjo cënimi i interesave shtetërore? A është shteti Albini? Kjo është një dilemë e madhe politike të cilën lëvizja vendosje duhet të qartësoj, të ofrojë argumente pse ka qenë refuzuese kategorike, që është vretur nga ajo që e kemi bashkëbiseduar prej fillimit, ka qenë një refuzim kategorik dhe nuk ka dhënë asnjë indikacione që ka interes e njëjta të jetë presidente. Pra, vrehet një lloj mbështetësit e binomit politik Kurti Osmani, janë të zhgënjur që i dhan fuqinë e madhe politike, asaj lokomotive që nisi nga 14 shkurti 2021 këtej, duket që mbrëm gati kolektivisht kanë protestuar, kanë shpreh mllëf, kanë qenë të shtongur që ka po ndodh. Për divorcin e profetëve të tyre politik, si është e mundur të ndodh kjo? Ashtu pajto. Mediat nuk kanë paguar nga Serbia që kanë raportuar. U pa publik dhe i bëri gjë që lëvizja vendosin këtë drejtim nuk ishte në gjendje, po ashtu ti kontestonte edhe këtu që tham dekonspirimin e bisedave të brendshme që e bëri Vjosa Osmani, kur i është ofruar një lloj pakti politik se si të njëjtit të ndërtojnë narracion për ta fajsuar opozitën si bllokuese të zgjedhjes së presidentit. Ditën po bisedonin në mbrëmje, bënin plan si ta fajsojnë opozitën. Duke arritur ta magjeps opozitën se si janë transformuar politikisht dhe në mbrëmje të zbulohet që gjitha ato takime kanë qenë inskenime që të krijohet fajtori kujdestar për atë që ishte e qartë, që ishte orkestruar dhe e kalkuluar të ndodhte. Dhe tash lëvizja vendosje është praktikisht duke rikthyer një të skemë politike, nëse i shohim vendin Kurti, nëse i shohim çon në zgjedhje, gati për të hequr paralele në situatën që pati Kosova zgjedhje, me 14 shkurt 2021, po i referohemi jo pandemisë, po një pandemie geopolitike të sigurisë në nivel global, Kasolli. Po në këtë kuptim po e çon zgjedhjen në rrethanat më të pafavorshme dhe po e privon Kosovën nga institucione stabile në ato që kemi diskutuar në rrethanat më të pafavorshme geopolitike. Por edhe tjetra që po duhet të them, retorika që ka filluar tashmë të artikulohet në rrjetet sociale nga eksponentët e lëvizjes së vendosje është identike me retorikën e cila është përdorur vitin e kaluar për ta justifikuar bllokadën para opinionit publik. A do të dhezë kjo, a do të tregohet profitabile mbetet të shihet, mirë po na bllokuat vitin e kaluar, populli vendosi, na bllokuat përsëri dhe besojmë që populli do të vendos dhe në këtë mënyrë mbase ne do të çlirohemi nga këto pengesa obstruktive që na i vendos opozita tashmë së bashku me presidenten Vjosa Osmani që t'i marrim votat e mjaftueshme që t'jemi në gjendje t'i kemi të gjitha institucionet në një dorë. Ishin zonin Osmani në proces tash? Ku ishin zonin Osmani të përfshirë në partinë e saj të dikurshme LDK? Zoti Abdixhiku tha se është e hapur. Është e hapur LDK. Mbetet, po tash mbetet. Mund ta ketë vendin aty. Po
Por duke se zonja Osmani ka filluar që edhe në mëngjes sot të nis betejë ndaj lëvizjeve vendosje, duke e akuzuar publikisht rënd se ka sjell njerëz me qëllime të rrezikshme në Kosovë. Është ky momenti i parë i ballafaqimit të saj Zoti Kasolli? Këtu gjatë gjithë kohës kur sepse si qeveria, si kryeministri Kurti, basi e referohet Dejona. Dejonës, po, aty besoj unë, si Kurti, si Zonja Osmani deri më tani pak kanë qenë hermetik sa i përket konflikteve që kanë pasur. Dhe shpesh herë me drejt kjo ka krijuar një lloj përshtypje që mund të jenë pjesë të një pakti të fshehur politik dhe publik, të inskenuar, por që janë në të njëjtën anije politike. Unë personalisht kam pasur dyshimet e mia, do thotë që nuk janë konflikti pa pasur informata, por duke e njohur veçanërisht mënyrën e funksionimit të dy politikisht, unë kam qenë i bindur atë prejardhje politike dhe veçanërisht domethënë mënyrën se si Kurti, sepse te Kurti nuk është rëndësi që dikush të jetë fajtor. Dyshimi, mjafton të jetë në linjë dyshimi. Dyshimi e zëvendëson fajin. I dyshuar. Në momentin kur është kriju ky dyshim politik i Kurtit në raport me ambicjet e Vjosa Osmanit, këtu çdo gjë ka marrë fond. Ajo vret që është kriju ky dyshim politik me kalimin e kohës. Dhe më kam qenë i mindur që ka antagonizma aty, ka konflikte, ndërkohë duke filluar dje filluan të shpërthejnë opinionin publik, ndërkohë sot do thotë duke filluar nga sot tashmë nuk ka kthim mbrapa, është evidente. Për Vjosa Osmanin, Albin Kurti tashmë është njëri rrezikshëm i cili do thotë po përdor metoda tinzare bizantine, ndonse nuk e tham duket bizantine, por mesazhi është i qartë për ta rënuar institucionalisht e konstitucionalisht shtetin, madje duke kontraktuar edhe agjentura të huaja, ndonse prapë tham nuk e tha kështu tekstualisht, por mesazhi është i qartë duket që duke kontraktuar agjentura të huaja në dëm të interesave shtetërore strategjike të shtetit të Kosovës. Dhe në këto rrethana tash, nëse kjo është akuzë shumë e rëndë. Kjo është akuzë shumë e rëndë. Si duhet sillet? Kur ta thot presidenti në kapacitetin zyrtar. Ai ka informata të akuzë. Ato duhet prokuroria ex officio të intervistoj. Mbos shkafit, kreu i shtetit po flet, Kasolli. Pajtohem plotësisht. Dhe kjo tash duhet të gjithnjë më tepër të sforcohet ky lloj konflikti në opinionin publik, sepse qytetarët duhet të kenë informata të sakta. Ai ka ajo këto dëna nga AKI-ja. Po sepse ka komunikim zyrtar. Ka komunikim. Formal. Në momentin kur akuzohet kryeministri që po importon persona të rrezikshme me qëllime destruktive në interesave strategjike të shtetit, kjo më nuk është çështje që duhet të mbyllet. Prokurori ex officio duhet të prokurori dhe si do të sillet Vjosa Osmani në raport me këto akuza publike që ka bërë. Në ato që thash edhe dje unë me zhgënimin që kam me subjektet opozitare, sepse në momentin kur konstatohet që intenca e pushtetit është të përmbyset rendi kushtetues. Në të trondjes globale, këtë tërmetit geopolitik në botë sigurisë, të aleancave shumë të vështira që po krijohen, e ku Kosova ka prioritet madh konsolidimin e saj në marrëdhënie ndërkombëtare, si shtet, dhe të mbyll çdo vrim të mundshme që është aktualisht në mënyrë që këto vrimat mos çndrohen vatra të goditjes nga Serbia, nga Rusia. Absolutisht. Dhe të dal zonja Osmani, një muaj para se ta krye mandatin, me këtë akuzë duket mjaft e rëndë. Po kush ka qëllime të rrezikshme ndaj shtetit të Kosovës? Kush ka qëllime? Ka Serbia. Natyrisht. Kjo është përpjekje për të krijuar asacion ndërmjet veprimeve të Albin Kurtit dhe Serbisë kundër shtetit të Kosovës. Logjikisht, unë prapë tham, po insistoj që të mos keq kuptohem para qytetarëve të Kosovës, ndonse ai nuk e tha tekstualisht në këtë mënyrë. Por rendi logjik i gjërave nënkupton që ajo e kategorizoi sjelljen politike të Albin Kurtit në raport me të gjitha ato sjellje që janë të rrezikshme ndaj shtetit. Dhe në rajon, ne e dimë vetëm Serbia ka sjellje të rrezikshme ndaj shtetit të Kosovës. Ka pretendime, domethënë sabotuese, bllokuese, subversive ndaj shtetit të Kosovës. Dhe Albin Kurti pas ka importuar persona që kanë të njëjtat motive dhe të njëjtën agjendë. Unë pres tash do ta carohet tema se ky. Do duhej mas zonja Osmani. Do duhej nga kapaciteti i presidentit, të sqaroj nga A deri në Z se çka ka dashur të thotë me këtë. Kush janë personat për të cilët bën fjalë. Po flet për zotin Kurti, kryeministrin e Republikës së Kosovës. Njeriu më të pushtetshëm në vend. Që ka burim
të pashtershëm të informacionit, kontrollin mbi Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, mbi policinë, mbi mekanizmat e shtetit. Të plas kjo akuzë e presidentës ndaj kryeministrit është gjë e rëndë ka sollë. Pajtohem absolutisht, do të për shkak unë specifikova këtë, sidomos këtë element i cili ne si qytetarë të Kosovës do të duhet ta dimë, a është vetëm sajesë politike që nuk i lejohet për kapacitetit institucional të presidentës të bëj akuzat të tilla nëse nuk ka dëna, do të ajo duhet jap përgjegjësi publike, edhe penale, edhe penale për fjalën e saj duke njollos një formacion politik më të besueshëm aktualisht të qytetarët e Kosovës, apo e njëjta ka informata të sakta, atëherë ka për obligim dhe detyrim. Pavonesa duhet ta bëjë transparente. Kjo është çështja primare. Gjithë rrëfimin. Kjo është çështja primare që tash që e njëjta e ka hapur, që duhet të adresohet pa humbur kohë në mënyrë që të qartësohet para opinionit publik, para qytetarëve të Kosovës, në fundit në ndritimin dhe në qeverisin e ku janë. Dhe se kush nga prapaskena po i kontrollon fatin politik të. Ramos Haradinaj kishte thënë më herët Albin njëri i Serbisë. Direkt, po them, një paralele të akuzave. Që i kishte thënë, dhe që në zgjedhjet e fundit hoqi dorë nga. Hoqi, ndëgjoni, tjetër janë akuzat, edhe unë mund të them poezom që ky veprim politik. Ky veprim poezom, edhe unë disa herë kam thënë që nga disa veprime politike, me vedi apo pa vedije, me vedi apo që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës, ka krijuar ato rrethana nga të cilat fatkeqësisht ka përfituar Serbia. Tjetër është kjo, sepse mund bërë edhe gabime të paqëllimshme në politikë, edhe për shkak të bindjeve të caktuara ideologjike, ku e di unë. Mirë, po tjetër është që me qëllime të importohen persona që rrezikojnë interesin e shtetit. Do të dallojnë këto sajesat politike, dallojnë sajesat politike nga ky interpretim prej pozicionit të më të lartë institucional në vend. Nëse njëta nuk ka dhona, po vetëm ka bërë sajesa politike, unë besoj që do t'i rikthehet në bumerang kjo, po nëse ka dhona, atëherë madje ajo ka përgjegjësi pse edhe më herët penale për edhe pse më herët i kanë mbajtur të fshehta dhe po i përdor vetëm tash për kalkulime politike. Këto janë dilema që prandaj thash një muaj para se të mbaroj mandatin. Këto janë dilemat që neve tash kemi nevojë qartësohen në raport nga ky konflikt, i cili ka filluar dhe unë besoj që nuk do të ketë do të agravohet do të përshkallëzohet. Rrit për momentin kur unë ju akuzoj juve që keni këto qëllime dhe keni ndërmarrë këto veprime subversive, si mund të ketë mirëkuptim edhe pajtim politik ndërmjet neve. Absolutisht, domethënë me këto u legalizu pas një periudhe 6 vjeçare. Një muaj mjaltit jetë shkurt, ose në politikë është jetë shkurt. Ka shpejt u shemën raportet, nuk beson të askush në rrjetet sociale. Aq e mbanin të menaxhuar krizën midis tyre. Pajtohem jashtë syve të publikut. Saqë mediat po thënë me raste po ishin mbështetësit e tyre që janë të paguar nga Serbia. Ndëgjorit pajtohem këtë drejtim personalisht, unë prapë tham e din komunikimin tim modest politik dhe publik, asnjëherë nuk dëshiroj të them u thashe këtu mirë, po unë nga fjalimi kur e ka mbajtur presidentja në Kuvendin e Kosovës, fjalimi vjetor, për cilën nuk dëshiroj tash ta përsëris veten, dhe akuzat që ka hedhur në atë kohë ndaj keqmenaxhimit në politikën e jashtme, besoredun aty e kam parë fundin e këtyre raporteve politike dhe disa herë kam thënë që nuk do të ketë rikthim në të njëjtën frymë të bashkëpunimit, sepse duke e njohur personalisht edhe zotin Kurdi, do të di si frymon politikisht, e di si gjykon, e di si operon politikisht tek zoti Kurdi, prapë tham me rëndësi për të është dyshimi dhe jo fajin. Momentin kur krijohet një dyshim politik te ai për ndonjë personalitet, më nuk riparohet ajo çarje që inicohet dhe aq më tepër do ato akuza kanë ardhur në një moment kur qeveria e Kosovës ka qenë në presione të jashtëzakonshme ndërkombëtare për atë që ajo e ka konsideruar misionin e saj historik, sepse për lëvizjen vetëvendosje do thotë shpallja e pavarësisë në shkurt të vitit 2000 ka qenë vetëm akt formal, e njëjta po kuptimsohet vetëm me ardhin e lëvizjes vetëvendosje. Dhe kur po kryhet ky mision titanik kombëtar dhe shtetëror, i cili mund të kalojë nëpërmjet dhimbjeve të mëdha,
sepse nuk ka lindje të re pa dhimbje të mëdha. Kjo është filozofia e lëvizjes Nuk ka? Nuk ka lindje të re pa dhimbje të mëdha. Do të ne duhet i durojmë këto dhimbje shoqërore, politike, këto presione që të realizojmë këtë interes strategjik dhe në këtë moment kur ndodhet në këtë presion të jashtëzakonshëm qeveria e Kosovës quhet Vjosa Osmani dhe godet dhe lëndon lindjen e re sipas konceptit të lëvizjes vetëvendosje. Atëherë s'ka më këtu kthim mbrapa. Beson këtu tash prapë tham Në betej është zonja Osmani dhe të tjerët të tjerët që gati se emrat e tyre në Ndërkohë, habitatin politik pres, nuk po çojnë pesh. unë- As zoti Abdigjiku, Jo, as absolutisht. zoti Hamza, Dëgjoj unë as të tjerët fare janë të nuk mund ta them me marginalizuar. siguri, nuk mund ta them me siguri. Pikpamje të peshës politike, Nuk mund ta të them- betejës, të Po. asaj gare. Nuk mund ta them me siguri të plot, por unë pres riafrim të nuk e di pozicioni, nuk di si shkojnë procedurat, pres riafrim të Lumer Abdigjikut me Vjosa Osmanin dhe mbase mund ndodh në fazën fillestare ndonjë lloj koalicioni parasgjedhor, në mënyrë që të krijohet terreni politik për këtë ribashkim të madh, sepse Lumer Abdigjiku ka dështuar politikisht reagimet e ndryshme radikale. Vendimin e saj Ndëgjoj. për te ambicës personale, si do që Vjosa shpëtoi po këtë opozit. Po shpëtoj këtë opozit Nëse Vjosa Osmani, nëse Vjosa Vjosa Osmani e goditi këtë opozit me zgjedhjet e 28 dhjetorit duke caktuar datën dhe me shumë vendime tjera oportune ndaj kryeministit Kurti, madje e çmagjepsi, në fund Vjosa Osmani duket që e çmagjepsi edhe lidhjen demokratike të Kosovës nga entuziazmi i saj mbi transformimin e Kurtit. Çfarë leximi kanë bërë citatës politike. Para 2 dite se si janë të lumtur me këtë kthes, pas 2 dite nuk ka më kuptim që të ketë takime, sepse u vërtetu që gjitha ato pas kanë qenë in skenem për një agjendë të caktuar politike. Pra njetit nuk kanë qenë në gjendje vetë ta kuptojnë këtë gara të tjetë orkestrim. interesante. Pajtohem. Dhe me një gjutarë. Faleminderit për këtë analizë. Ishte kënaqësi. Të lutëm, edhe rishimi pa tjetër këtë studio, javën tjetër, me diskutime që mbase jam pa pesh për interesin publik, por me pesh për politikanët që po marrin si vendime të molisin shtetin, të godasin mbase shtetin. Është fatkesi, është fatkesi, do thotë, është fatkesi, do thotë se si pikërisht ato që janë problemet reale të shoqërisë, do thotë sfidat kryesore me cilën përballen qytetarët e Kosovës në mënyrë masive, nuk janë duke gjetur hapësirë për diskutime publike. Ne kemi harruar, do thotë, në përgjithësi dhe jo këto, po edhe në media në përgjithësi, në gjitha, do të kemi harruar kur janë shndruar në agenda primare çështjet e dështimit shëndetësor, çështjet e dështimit në sferën e arsimit, të ekonomisë, që të shtohet presioni publik nga dështimi politik për t'i adresuar këto sfida të jetës. Gjitha agenda do të thotë, dëgjoj tash ne javë ditë ne merremi me akuza dhe kontrakuza ndërmjet lëvizjes dhe vendosjes dhe presidentës Osmani që po kjo është qytetarët vendosin në kutit e votimit nëse dëshirojnë të bashkë ekzistojnë. Po, të kenë këtë koekzistencën me këtë mendësi politike. Faleminderit edhe ne. Ishte kënaqësi. Lutëm. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.